إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërim dhe falënderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb. Dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguari I Tij. Vazhdojmë me vargun e ligjëratave historitë e pejgamberëve në Kur'an. Jemi tek Ibrahimi alayhi salam, jemi tek pjesa e katërt e ngjarjes apo historisë së Ibrahimit alayhi salam. Pra është pjesa e katërt dhe e fundit. Jeta e pejgamberëve në përgjithësi nuk ka qenë e lehtë, kanë pas prova, kanë pas shumë vështirësi. Çdo herë duke I kryer urdhëresat e Allahut. Çdo urdhër që Allahu ja ka dhënë pejgamberëve kanë qenë të parët të cilët e kanë kryer ato urdhër. Duke I thirrur njerëzit në besim dhe duke I thirrur njerëzit në iman. Ta njëjtën e kanë thënë, tu I thirr njerëzit në fe. Ta njëjtën e kanë thënë duke I kry urdhëresat e Allahut dhe duke u largu prej ndalesave që I ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Pas kësaj sprove të madhe që e pat Ibrahimi alayhi salam, sprov të madhe që e pat me therr dhe me bë kurban djalin e tij na Ismailin, Allahu pas kësaj sprove të madhe pe urdhëron Ibrahimin alayhi salam me ndërtu Ka'ban. Kjo është edhe tek njerëzit në këtë kohë. Kur kush s'ka mri diçka lart, kur kush s'ka mri diçka shumë me shumë lehtësi. Trap u bë puna. Jo. Dikush I ka mri lart, ai ka hek. Ai ka pas prova, ka pas vështirësi derisa e ka mri atë sen caktume. Kështu dhe Ibrahim a.s. pas prova, pas derte, pas gale, pas vështirësi. Pastaj Allahu pe nderon Ibrahimin a.s. dhe pe e urdhron në ndërtu Ka'ban e bekuar. Pas martesës së dytë të Ismailit a.s. koha po kalon dhe Zoti e urdhëron prap. Zoti pe urdhëron prap Ibrahimin a.s. që me shku në Mekë. Dhe për ta bën një punë shumë të madhe e cila është ndërtimi I Ka'bës. Kur shkon herën tjetër Ibrahimi dhe takohet me Ismailin, përqafohen siç përqafohet baba me birin. Edhe I thotë Ismail, Allahu më ka urdhëruar me diçka. E Ismail a.s. si çdo herë ka thonë Zoti u kry puna. Thot bëje atë që të ka urdhëruar Allahu. E Ibrahim a.s. thot, a kime më nimu mua? A kime më nimu me kry këtë punë? E Ismaili thot, po patjetër se do të ndihmoj. E thot Ibrahim, thot, jam urdhëruar që me ndërtu një shtëpi të Allahut në tokë. Dhe bëri me dorë në një drejtim të një kodrine të vogël të ngritur pak më lart se pjesa tjetër, ku ishin themelet e Ka'bës. Dhe filluan me ndërtu. Ka'bja, e cila gjendet në Mekë, dhe gjendet në Arabinë Saudite, është xhamia e parë e ndërtuar në fytyrën e tokës që është bërë për me adhuru Allahun subhanahu wa taala.
Qabja është vendi ku drejtohen muslimanët. 5 herë në ditë musliman drejtohen ka qabja. Ka ky vend i bekuar, i drejtohen Allahut për adhurim dhe për namaz. Kur të fali namaz, njëra prej kushteve të namazit është mu drejtu ka qabja, mu drejtu ka kibla e muslimanëve për me fal namaz. Rreth qabës njerëzit sillen dhe bëjnë tavaf për hir të Allahut subhanahu wa taala. Aty kanë qenë edhe pejgamberët e mëhershëm dhe kanë kryer haxhin. Allahu i madhruar në surën Ali Imran thot për qabën: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Shtëpia, xhamia e parë e ndërtuar për njerëz është ajo në Bekë, në Mekën e bekuar, e cila është e bekuar dhe është udhërofyese për njerëzimin. Është ajo xhami të cilën e ka ndërtuar Ibrahimi me Ismailin alayhis salam. Xhami me plot bereqet edhe me plot dobi në dunja dhe në ahiret. Xhami nga e cila udhëzohen njerëzimi. Udhëzohen se si me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Udhëzohen gjithashtu me argumente dhe me shenja të qarta. Aty është mekami Ibrahim. Aty është uji Zemzem. Pastaj aty është Safa dhe Merva, ku njerëzit sillen 7 herë, apo shkojnë Safa dhe Merve 7 herë, në haxh dhe në umre. Këto e tregojnë historikun e qabës, madhështinë e sajna, vlerën e sajna, vlerën shumë të madhe që ka te Allahu subhanahu wa taala. Allahu i madhruar e cek në Kur'an se Ibrahimi dhe Ismaili e kanë ndërtuar qabën, ku Allahu thot në Kur'an: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kur Ibrahimi dhe Ismaili ngritën themelet e qabës, e u lutën: o Zoti jon, pranoje këtë prej neje, sepse me të vërtetë ti je ai që dëgjon dhe di gjithçka. Ibrahimi alayhis salam i ngritën themelet e qabës, ndërtuan mbi ato themele një ndërtesë që është qabja. Themel thuhet se themelet e saj kanë qenë edhe më herët. Themelet kanë qenë, thuhet se Ibrahimi alayhis salam e ka pas për detyrë vetëm me ngrit qabën. Prandaj Allahu a dha këtë detyrë këtyre dy burrave dhe këtyre dy njerëzve shumë të mirë dhe shumë të devotshëm. Historianët dhe komentatorët e Kuranit kanë diskutuar se kush ishte i pari ai i cili ka ndërtuar qabën. A ka qenë Ibrahimi alayhis salam me Ismailin, apo ka qenë dikush tjetër? Njëra prej mendimeve thonë se qabja ka qenë ndërtuar 2000 vjet para se mu kriju Ademi alayhis salam. Sipas një mendimi tjetër të dietarëve, thuhet se qabën s'par herë ka ndërtuar Shithi alayhis salam, djali Ademit alayhis salam. Mendimi tjetër thotë se vetë Ademi alayhis salam ka qenë ai i cili e ka ndërtuar qabën. Pastaj urdhërua që të bëj tavaf rreth qabës Ademi alayhis salam. Dhe ju tha: ti je njeriu i parë në tokë, dhe kjo është shtëpia e parë e cila është e ndërtuar për njerëzimin që ta adhurojnë Allahun. Ibn Abi Hatim transmeton nga sahabiu i nderuar Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhu, se transmetohet se ka thonë: kur u bë tufani në kohën e Nuhut alayhis salam, na kena fol për tufanin në kohën e Nuhut alayhis salam, qabja u rënua dhe mbetën vetëm themelet e qabës, të cilat u mbuluan nga rëra dhe nuk dishin sakt, derisa Allahu e pruni Ibrahimin alayhis salam, ja tregoi themelet e qabës, edhe Ibrahimi alayhis salam e ndërtoi qabën. Ndërsa mendimi i Ibn Kathirit është se nuk ka asnjë argument sakt edhe të vërtet që e argumenton apo që e vërteton se ka ndërtuar qabën dikush para Ibrahimit alayhis salam. Pra, Ibn Kathiri, komentatori i njohur i Kuranit, tefsiri Ibn Kathirit është edhe i përkthyer në gjuhën shqipe. Ibn Kathiri thot se qabën e ka ndërtuar Ibrahimi alayhis salam, dhe askush tjetër përveç tina. Por ajo që është e rëndësishme për me ditë na, është se Allahu e ka urdhëruar Ibrahimin dhe Ismailin për me ndërtuar qabën. Dhe ata ja fillon punës, ja fillon me kry këtë obligim që i obligoi Allahu. Fillonin edhe mi vendos burrët në vendin e vet.
Edhe gjatë tërë kohës duke e ndërtu Qabën, duke i vendos gurët, ato e lutnin Allahun, Rabbena taqabbal minna innaka anta samiul alim. Zoti ynë, pranoje prej nesh këtë vepër. E lutnin Ibrahimi dhe Ismaili Allahun, që Allahu me pranu këtë vepër të madhe. Gjithashtu dhe na du të me pas gajle edhe dert të madh, se Allahu apo na pranon veprat tona apo jo. Të me pas dert, të me pas gajle të madhe, ne na të fal 5 herë në ditë, jemi duke agjëru, jemi duke dhënë zeqatin, jemi duke shku në hax, mundohemi me bë vepra të mira. Allahu është duke na pranuar neve këto vepra ajo, do të mos vali dhe dert, edhe me lutë Allahun, o Allah na i pranon veprat, o Allah na fal bankësi që i kena kur t'i bojna në këto obligime. S'me pas gali dhe dert ma. Ata e lutnin Allahun që Allahu m'ja u pranu. Kur erdhen duke ndërtu Qabën, duke i renditur gurët, kur erdhen tek vendi gurit e zi në skajt e Qabës, Ibrahim a.s. pi thot djalit e tij Ismailit, ma sill një gur që ta vendosën këtë vend, por të jetë më i veçantë se gurt e tjerë, në mënyrë që të jetë shenjë edhe të jetë simbol për njerëzit. Ibrahim a.s. e solli një gur, mirë por nuk ju duk Ibrahimit a.s. Ta sillën një tjetër se nuk është të më doki guri. Duke ja sjell gurin tjetër, kur e sheh se baba i tij veç e kishte vendos një gur në qofshin e Qabës. Dhe i tha, o baba, kush ta solli ti këtë gur? I thot, i tregoj se Gjibrili ja kishte sjell. E ky ishte guri i zi, i cili gjendet edhe sot në Qabë. Ato të cilët kanë qenë në Qabë, e kanë pa edhe gurin e zi. Nga guri i zi fillot mu bot tavafi, që aty nis tavafi, që bot 7 herë rreth Qabës. Këtë gur e kishte sjell Gjibrili a.s. nga xheneti për ta vendosur aty ku është edhe sot. Siç ka ardhur në gjurmë të vërteta nga Ibn Abasi. Pastaj e përmend edhe Abdullah ibn Amr ibn Asi dhe shumë prej selafëve të tjerë, shumë prej të parëve të tjerë. Vazhduan derisa u ngrit muri dhe Ibrahimi a.s. nuk mundi më mi vendos gurët më nalt. Nuk ka rritë se Qabja është e madhe. Edhe pe e urdhëron Ismailin që m'ia sjellni guri, që me hyp aty dhe me vazhdu renditjen e gurëve Ibrahimi a.s. me pas më lehtë. Pastaj ja solli atë guri, e ai guri quhet Maqamu Ibrahim, i cili gjendet edhe sot në Qabë, është afër Qabës, dhe aty janë 2 gjurmët e 2 shputave të Ibrahimit a.s. ku ka hyrë Ibrahimi a.s. dhe e ka ndërtu Qabën. Maqamu Ibrahim gjendet shumë afër Qabës. Allahu pasi e urdhëroi Ibrahimin a.s. Ismailin a.s. me ndërtu Qabën, pasi që e ndërtuan Qabën, Allahu e urdhëroi Ibrahimin a.s. mi ftu njerëzit me vizitu këtë shtëpi të shenjtë, me vizitu Qabën edhe me bë haxhin. Allahu ka përmendur në surën Hajj, وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Allahu thot në surën Hajj, dhe thirrni njerëzit për haxhin, thirrni njerëzit me bë haxhin, se të vinë ty kombësor dhe kalorës me deve të raskapitura që vinë prej rrugëve të larta. Pe urdhëron Allahu Ibrahimin a.s. që mi thirrë njerëzit për me bë haxhin edhe me vizitu këtë shtëpi të shenjtë. Ibrahim a.s. mi thirrë njerëzit dhe e çoi në vend urdhrin Allahu subhanahu wa taala, kurse Allahu subhanahu wa taala me mëshirën e tij dhe me fuqinë e tij e bëri që zani Ibrahimit a.s. me arrit çdo cep të botës. Në atë kohë s'ka pas mjete të informimit, s'ka pas telefona, s'ka pas internet. Allahu e ka bërë që zani Ibrahimit a.s. kur i ka thirrë njerëzit për haxh, munin të gjitha cepet e botës me një zanin e Ibrahimit a.s. të gjithë njerëzit. Allahu e ka përmend waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim, o Zot, bëj që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata. Dhe kështu Allahu subhanahu wa taala e ka bërë që njerëzit mu mallëngjy për Qabën. Kush ka shku në Qabë, ka qef edhe një herë me shkue. Edhe nëse ka shku 10 herë, i prap do me shku prap. Kështu Allahu e ka bërë Qabën të dashur për muslimanët. Allahu subhanahu wa taala e ka bërë Qabën të dashur për besimtarët. Ibrahim a.s. u lut që zemrat e besimtarëve mu mallëngjy për Qabën, për Mekën e bekuar.
E Allahu i madhruar që deshi që shtëpia e tij, qapi e bekuar, jo vetëm të ndërtohet ashtu, po mu kon kible për musliman, me vizitu muslimant, me shku aty muslimant në qabe, me bë haxhin, me bë umrën vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Gjatë kësaj kohe, pra kur Haxheria ishte në Mekë me Ismailin, Ibrahimi alayhis salam vazhdonte të jetonte me Sarën në Beitul Maqdis në Palestinë. Pra Ibrahimi alayhis salam një grua e kishte në Mekë, Haxherën, ndërsa grua tjetër e kishte shumë larg, e ceka dikon 1200 kilometra, e kishte në Palestinë. Edhe u thonte vazhdimisht me mundësi që i kishte Ibrahimi alayhis salam. Thua se Sara i kishte thënë burrit e saj në Ibrahimit alayhis salam, kishte thënë lutë Allahun që Allahu më na dha fëmijë. S'kishin pas fëmijë. Allahu subhanahu wa taala ja dha Ismailin Ibrahimit alayhis salam me Haxherën, ndërsa me Sarën nuk kishte fëmijë. Dhe pastaj pe lut Ibrahim alayhis salam Allahun, edhe pse dije se Sara ishte sterile, ishte në moshë të thyer, gjithashtu edhe Ibrahim alayhis salam ishte në moshë të thyer. Mirë po i thot Sara, gruaja Ibrahimit alayhis salam, lut Allahun se Allahu të përgjigjet ty. Lut Allahun se Allahu të përgjigjet. Allahu i pranon lutjet e tua. Dhe Ibrahim alayhis salam e luti Allahun dhe Allahu ja fali Ishakun Ibrahimit edhe Sarës. Dhe e përgëzuan atë. Por sirdi kjo myshdë nga ana e Allahut. Pas një kohë të gjatë, Zoti e di se sa e kanë lutë Allahun Ibrahim alayhis salam dhe Sara. Thuhet se e kanë lutë afërsisht 13 vite Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa tash në kohën tonë kur dikush s'ka fëmijë, Allahu si fëmijë 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, çohet pesh. Se Allahu s'pon përgjigjet, s'pon përgjigjet lutjeve të mia, po lutja Allahun dhe Allahu s'pon jep fëmijë. Thosë Ibrahim alayhis salam e ka lutë Allahun 13 vite. Edhe ka qenë i shtyrë në moshë. Dhe nuk është dorëzu derisa Allahu ja ka pranuar lutjen. Kështu do të më thonë edhe na, me këmbgul ndoa, me këmbgul lutje. Jo vallahu, jam lutë që 1 vjet Allahu s'ma ka pranuar, jam lutë 2 vjet, 3 vjet Allahu s'ma ka pranuar. Allahu ta jep ata të cilët ti e duke kërku kur është më hajër dhe më mirë për ty. A me jotja është ti mos më dorëzu. Çfarë kur dorëzohesh atëherë Allahu s'ta pranon lutjen. Atë derisa je i bindshëm se Allahu ka më ta pranuar sa hajër për ty, ti nuk dorëzohesh asnjëherë. E lutë Allahun deri në momentin e fundit. E lutë Allahun me bindje të madhe dhe mendim se Allahu ta pranon lutjen. Se Allahu thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Kur të pyesin robërit e mi për mua, thuaj se unë jam afër. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. I përgjigjem lutësit kur të më lutet mua. Allahu na përgjigjet neve kur ta lutmi ata. Prandaj me lut me këmbgulje. Me lut me besim dhe me iman, edhe me shpresë madhe se Allahu ka më na pranuar lutjen dhe mos më dorëzu asnjëherë. Allahu s'na jep diçka, vetëm atëherë kur na e lutmi diçka, ajo është sherr për ne, Allahu s'na jep atëherë. Sa ajo është e keqe për neve, por na nuk e dina. Mirë po e lutmi Allahun, e kërkojnë hajrin dhe të mirën Allahut subhanahu wa taala. Thuhet se kanë shku musafir tek Ibrahimi alayhis salam, ndërsa Ibrahimi alayhis salam nuk i ka qenë njerëzit pa buk. Kur kanë ardhur te shtëpia e Ibrahimit alayhis salam, nuk i ka qenë pa i gostit musafir. Thuhet se çdo musafir që i ka ardhur, i ka shtru buk edhe i ka shtru sofër Ibrahimi alayhis salam dhe gruaja e tij Sara. Shkuan musafirt tek Ibrahimi alayhis salam, dhe Ibrahimi alayhis salam nuk e dinte se këto musafir që shite si njerëz, ndërsa ata ishin melaqët e Zotit, melajkët e Zotit. Po sa shkuan tek Ibrahimi dhe pi japin selam Ibrahimit alayhis salam, dhe Ibrahimi alayhis salam po u kthen selamin. Në mesin atyre me lajkeve dihet se ka qenë Ibrahimi alayhis salam. Thuhet se ka qenë edhe Israfili, edhe Mikaili, mirë po nuk dihet saktë, Allahu e di më së miri. Ibrahimi alayhis salam e sheh se këto ju ka shtru buk, këto nuk janë duke hangur buk. Edhe nisi mu tut pak Ibrahimi alayhis salam, se dha ishte njeri. Ishte njeri prej eshtrave dhe prej mishit, nuk ishte jashtëtoksor. Edhe nisi mu tut se mos janë këto prej plaçkis, prej atyre që plaçkitin, mos janë prej atyre që vjedhin, se kur sta bukun dikush, ka diçka aty. Edhe nisi mu frigu pak Ibrahimi alayhis salam.
Melajkët përqetësojnë Ibrahimin dhe pithojnë, mos i frikë, se ne për sa i përket shkatrimit jemi dërguar tek populli i Lutit. Ne kena ardhur te ti, mirë po s'kena ardhur me shkatru ty, as me dëmtu ty, as me të plaçki ty, na jemi dërgu për me shkatru popullin e Lutit. Dënimi i Zotit ka merret tek populli i tina, te njerëzit e tina, edhe jo mbi ty dhe familjen tënde. Natë me gjes ishte edhe gruaja e Ibrahimit a.s. e cila u bënte hysmet, edhe rinte në sobën tjetër, në dhomën tjetër, dhe dëgjonin se çka janë duke fol Ibrahimi a.s. me lajkët e Allahut subhanahu wa taala. Gjibrili e përgëzoi Sarën se do t'i linte një djalë i quajtur Ishak. Madje do të jetojë derisa ta shohë edhe nipin e tij na Jakubin a.s. Sara kur e dëgjon këtë përgëzim prej anës së Gjibrilit e çuditur, thot: "E mira si unë do të lind këtë mosh? Unë jam plak, burri im është plak. Kjo më duket shumë e çuditshme." O çudit. Vetë i tha Ibrahimit a.s. lut Allahun kur Allahu i solli fëmijë në moshë të shtyrë, ishte plak Sara. O çudit kur e përgëzoi Gjibrili a.s. me lindjen e Ishakut, me lindjen e djalit të tyre. Sara nuk dyshoi as pak në fuqinë e Allahut, por ajo e di se ligjet e Allahut janë që plaka s'kur të lind fëmijë. Ajo e cila është plak, s'ka më mundësi reale me lind fëmijë, vetëm nëse don Allahu subhanahu wa taala. Ibrahim a.s. gjithashtu ka qenë në moshë të thyer kur e ka lind Ishakun. Ai ka qenë në moshë të thyer edhe kur e ka lind Ismailin a.s. e lejmo Ishakun ka qenë akoma më i vjetër Ibrahimi a.s. Me lajkët i thojnë se kur do Allahu gjithçka shumë e lehtë. Ata po i thojnë, si po çuditesh nga fuqia e Allahut, nga caktimi i Allahut, kur Zoti diçka don mu bëhet me njëherë. Për Allahun asgjë nuk është e pamundur. E kam dëgjuar një fjalë që e përmend disa njerëz, që është një fjalë shumë e rrezikshme, për dikant të kaq thotë edhe Allahu ka rënë hall në ta. E kam dëgjuar që kjo është fjalë shumë e rrezikshme që e përdorin njerëz, edhe Allahu thot ka rënë hall në atë person. Allahu s'bjen hall me kërkan. Allahu nuk bjen hall me kërkan, ai thot vetëm bëu dhe bëhet. Shkatron nëse don. Ai është i plot fuqishëm. Prandaj njerëzit do të më pas kujdes se çka nxjerrin prej gjuhëve të tyre. Mund të nxjerr fjalë të shirkut edhe të kufrit që e nxjerrin prej Islamit. Edhe shkojnë pa iman dhe pa besim te Allahu subhanahu wa taala, dhe shkojnë në zjarr të xhenemit vetëm për një fjalë. Ti po thu se Allahu është në hall, para mëro Allahu më ron hall. Ku bjen Allahu në hall? Ku bjen Zoti i gjithfuqishëm në hall? Ajo është i plot fuqishëm, ai thot kun pe yakun, bëu dhe ajo bëhet me një herë. Por Allahu asgjë nuk është e pamundur, e as nuk është e vështirë. Në veçanti kur është fjala për këtë familje të bekuar të Ibrahimit alayhis salam. Me këtë përgozim, u çudit edhe Ibrahimi alayhis salam, andaj edhe u tha me lajkeve, siç Allahu ka thënë në surën Hijr. Ibrahimi tha, po ma sillni këtë lajm të mirë, edhe pse më ka goditur pleqëria, mbi çfarë baze po ma sillni këtë lajm? Ata u përgjigjen, ne të japim lajm të sigurt. Prandaj mos u bë prej shpresë humbërve, mos e humb shpresën asnjëherë. Ibrahimi tha, e kush mundet me humb shpresën në mëshirën e Allahut, përveç atyre që janë të humbur. Shpresën në mëshirën e Allahut nuk e humb kurkush, përveç atij i cili është në delalet, është në humbje, është në humner, askush nuk e humb shpresën tek mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Pasi që Ibrahimi me Sarën e mori myzën për djalin Ishakun, madje edhe për nipin Jakubin alayhis salam, atëherë Ibrahimi alayhis salam e kupton se çështja është serioze. Dhe dhënia, kjo çështja është shumë serioze, bile më e madhe se myzja për djalin Ishakun. Dhe po i sheh me lekë në tokë. Domethënë, pisha se është duke ndodhur diçka shumë e madhe. Andaj po i pyet, siç na ka thënë Allahu në surën Hijr. Ibrahim alayhis salam po i pyet me lajkët se cili është qëllimi këtë udhtim të juve? E keni marrë këtë udhë? Pse e keni marrë këtë udhë? Cili është qëllimi juve? Me lajkët i thonë, ne jemi dërguar tek populli i Lutit, tek ai popull i prishur dhe fesaxhi.
kemi urdhër që mi dënu dhe me shkatruat popullin e Nuhut e Lutit alayhi salam. Për shkak të gjunave të mëdha që i kanë bë populli i Lutit alayhi salam. Me përjashtim të Lutit dhe familjes së tij, atyre që kanë besu. Një gjë të tillë u kujton edhe Ibrahimi nga meraku për Lutin alayhi salam, ashtu siç ka ardhur në surën Ankebut. Ai tha, aty është Luti. Ata i tha, ne e dim më mirë se ti se kush është atje. Ne, thot, do ta shpëtojmë atë dhe familjen e tij. Kina mi shpëtu, thot. Kina mi shpëtu besimtarët dhe muslimanët. Kina mi shkatru vetëm ato fesaxhit dhe ata të cilët kanë bërë gjuna dhe mëkate të mëdha. Allahu përgëzon Ibrahimin alayhis salam dhe gruan e tij në pleqëri të thellë, përgëzon me Ishakun. Ky ishte shpërblimi për durimin që kishte pas Ibrahimi alayhis salam, për hekja që kishte pas Ibrahimi alayhis salam. Pas gjitha atyre hekave dhe gajave dhe dertave dhe sprovave që i pat Ibrahimi alayhis salam, Allahu pja jep djalin e tij Ishakun, që pas Ishakut një piti të tjetë edhe Jakubi alayhis salam. Pja jep shpërblim këtë botë, se për shpërblimeve në këtë botë është edhe fëmia i mirë, është fëmia i hajrit që adhuron Allahun subhanahu wa taala. A dihet se Ishaku ka qenë prej profetëve, prej pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. Përveç këtyre djemve, Ismailit dhe Ishakut, përmendet se Ibrahimi ka pas edhe fëmijë tjerë. Nga martesa me një vajzë të mbretit të fisit të Kenanave thuhet se i ka pas 6 fëmijë. Ndërsa me një grua tjetër thuhet se i ka pas 5 fëmijë Ibrahimi alayhis salam. Ndër ngjarja që përmendet në Kur'an të Ibrahimit alayhis salam, është edhe ajo ngjarja ku Ibrahimi alayhis salam e ka pyet Allahun lidhur me ringjalljen, se si do të ndodhë ringjallja, se si na do të ringjallemi, se si Allahu do të na ringjallë Allahu në ditën e llogarisë, në ditën e Kiametit. Dhe këtë pyetje ka bëu Ibrahimi alayhis salam, jo pse ka dyshu, po për me vërtetua. Allahu ka përmendur në surën Bekara, وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Kur Ibrahim alayhis salam tha o Zoti jam, thot tregom se si i ngjall të vdekurit. Zoti po thot a nuk beson? Po thot bela, thot besoj, thot padyshim se besoj, por dëshiroj që të më qetësohet zemra. Allah i tha, meri 4 zoqe dhe coptoj, shpërndaj në çdo kotër nga një copë prej tyre, pastaj thiri, ata do të vinë me shpejtësi, dhe ta di se Allahu është i plotfuqishëm dhe Allahu është i urtë. Pe pyet për ringjalljen, se si ndodhe ringjallja, pe pyet Ibrahimi Allahun subhanahu wa taala. Allahu po thot a nuk beson? Ringjallja po thot Ibrahim alayhis salam besoj. Mirë po, vetëm dua me mu qetësu zemra. Kështu pastaj, i thot merri 4 zoq. Allahu i thot Ibrahimit merri 4 zoq. Coptoja durt, kam, tekja penlat, krejt, edhe vendosi në kodra të ndryshme. Edhe pastaj thiri ato, edhe e sheh se si Allahu ato shpezat e coptume, Allahu ka mirë ngjallën. Edhe kështu po vepron Ibrahimi alayhis salam. Pi copton edhe pi vendos në kodra të ndryshme kur pi thirr, ato po ringjallën. Kokat e tyre kur i ka coptu i ka mojt në dorë Ibrahimi alayhis salam, ndërsa trupin e ka shpërndarë. Edhe ka po me sytë e vetë Ibrahimi alayhis salam se si Allahu po i ringjall shpezat. Edhe Allahu po do mi tregu Ibrahimit alayhis salam se ashtu si që i ringjalli shpezat, ashtu i ringjalli edhe njerëzit. Allahu është i plotfuqishëm. Ka disa teori që i përmendin njerëzit që kanë dyshim në besim, thaj po çush Allahu ka mirë ngjall ata të cilët vdesin në aeroplan, ose vdesin në zjarr, mbahun shkrum dhe hi. Allahu që krijoi Ademin alayhis salam, që krijoi krijesën e parë prej hiçit, prej asgjëje, e boni njeri. Ashtu edhe Allahu pasi që ka vdek një person, pasi që ja ka marrë shpirtin, pasi që ka hyrë dhe o bëvësh me estra, Allahu është ai i cili është i plotfuqishëm, i cili ka fuqi me ringjall çashtu prap sikurse e ka kriju për s'pari herë. Pastaj janë edhe 3
gënjeshtrat apo rënat e Ibrahimit alayhis salam. E para, kur e thërën Ibrahimin alayhis salam dhe i tha, kur e thërën i dhujtarët, mbreti kur e thirrën festën e tyre, në festën e dhujtarëve, s'deshti me shku Ibrahim alayhis salam, tha unë jam i smut. Tjetra i tha, kur i theu idhë, i tha, pyet nga të madhin. Ai madhi e ka po, pyet nga ata. Edhe treta, kur shku në Egjipt, u thot për gruan e tij dhe i tha, kjo është motra ime. Këto janë tre gënjeshtrat e Ibrahimit alayhis salam. Ibrahim alayhis salam për të ikur shoqërimit të popullit të tij në festat e tyre pagane, idhujtare, siç është tash festa e vitit të ri, e cila është festë pagane, e cila është festë komuniste. Ibrahim alayhis salam nuk deshti me shku në festën e paganëve, nuk deshti me shku në festën e idhujtarëve, edhe për mos me shku në atë vend të shirkut, në atë vend të idhujtarisë, për thot, unë jam i sëmur. Edhe tjetra, te kjo pikë, thot pejgamberi alayhis salam, el harbu khad'atun, lufta është mashtrim. Edhe lejohet në luftë me rajt, lejohet në luftë me mashtru. Në luftë lejohen disa gjëra që nuk lejohen jashtë luftës. Pra në luftë lejohet me plaçkit palën kundërshtare, me vra palën kundërshtare, se jenë luftë. Lejohet me rajt palën kundërshtare. Po kjo nuk lejohet jashtë luftës. Kjo lejohet vetëm në luftë. Edhe ka thënë pejgamberi alayhis salam se lufta është mashtrim. Në luftë lejohet me rajt, në luftë lejohet me mashtru. Tjetra, ata e bëri i madhi i tyre. Ibrahim alayhis salam i theu të gjitha idhujt përveç të madhit, ai i cili është më i madh. Kur e pyetën Ibrahimin alayhis salam se kush i ka thënë, po pyet me këtë madhin, ky ka bëu. Këshire, edhe e para, edhe e dyta, pse është duke gënyu Ibrahimi alayhis salam? Që ata me kuptu të vërtetën, që ata mi mshu kokës së tyre, mi mshu logjikës së tyre me mendu se ata janë të kotën, janë duke e besu dika që nuk dëgjon dhe nuk shef, janë duke e besu dika që dikush mund të mi shkatru ato, për gënjehu në hakun e Allahut. E treta, gënjeshtra e Ibrahimit alayhis salam, që kanë përmend dietarët, është për gruan e tina, u brengos për gruan e tina, se mbreti dëshironte me marr, dhe i tha thuaj se ti je motra ime dhe nuk të kam ty grua. Edhe e treta, Ibrahimi alayhis salam për me mbrojt nderin e tina, Ibrahimi alayhis salam kështu i tha mbretit, kështu i tha delegacionit të mbretit. Dihet se njeriu për me mbrojt nderin lejohet edhe me vdek. E tash është vdekja dhe është gënjeshtra. Njeriu e zgjedh atë i cili është më lehtë, e zgjedh gënjeshtrën për me rujt nderin e tij. Atë çka thon pejgamberi alayhis salam, sa ai që vritet duke e mbrojtur familjen e tij, nderin e tij, ai është shahid, ai është dëshmor te Allahu subhanahu wa taala. Ka ardhur në hadith se pejgamberi alayhis salam ka thënë se Ibrahimi alayhis salam ka gënyer vetëm 3 herë. 2 herë në hak të lartmadhërisë së Allahut, e herën e tretë në lidhje me gruan e tij Sarën. Pra se 2 herët e para ka qenë thjesht interesi fesë, ka gënyer për hir të Allahut, që ata me kuptu të vërtetë, ndërsa herën e tretë ka gënyer që me mbrojt nderin e tina, po edhe kjo ka qenë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Se mbrojtja e nderit është obligim për çdo besimtar dhe për çdo musliman. Allah i madhëruar dhe pejgamberi alayhis salam e lavdrojnë Ibrahimin alayhis salam. Kjo është historia e mikut të Allahut, Ibrahimit alayhis salam, e mbushur me plot sprova, me plot vështirësi, njëkohësisht edhe me plot mësime dhe me plot urtësi që na i marrim tek ngjarja e Ibrahimit alayhis salam. Kjo është një jetë e kushtuar Allahut, të jetën ja kushtoi Allahut. Prej fillimit deri në mbarem ja kushtoi jetën Allahut subhanahu wa taala. Ibrahim e dihet se kemi thënë se është prej njerëzve të dalluar, prej njerëzve të devotshëm, është ulul azm. Ibrahim alayhis salam ka qenë i dëshmuar, ka qenë i cilësuar me sabër, me bindje dhe nënshtrem ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu e mori Ibrahimin alayhis salam si halil,
si mik, sa nder i madh për Ibrahimin alayhis salam. Pas mira vjetëve, pas Ibrahimit alayhis salam, në shpalljen e Kuranit të Allahu për emërton në librin më të madh në Kuranin famulart, për emërton një sure, një kapitull, surat o Ibrahim, surja Ibrahimit alayhis salam. Allah ka thënë: "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen." Me të vërtetë Ibrahimi ka qenë prijës shembullor, i porulur para Allahut, me besim monoteist, me besim në njëshmërinë e Allahut, dhe nuk ka qenë nga idhujtarët. S'ka qenë prej politeistëve. Mirë njës në të idhëntive të Allahut. Ibrahim a.s. e ka falendrua Allahun kur i ka dhënë ndonjë dhëntie dhe ndonjë të mirë. Edhe na do të marrim mësim të Ibrahim a.s. dhe me falendrua Allahun, se na kur e falenderojnë Allahun, Allahu na shton begatit, na shton mirësit, na shton të mirat. Allah e cek. Ne i kemi dhënë atij të mira këtë botë, ndërsa në botën tjetër sigurisht ai do të jetë nga të mirat. Prandaj ty të shpallam, paso me sinqeritet fenë e Ibrahimit, dhe ai nuk ka qenë prej idhujtarëve. Allahu tha Ibrahimi ka qenë umet, popull në vete, ka qenë prijës shembullor. Umet i cili është dalluar me virtytet e larta. Dhe Allahu i quan njerëzit e mëdhenj umet, për arsye, i quan ato njerëz si umet, njerëzit e mëdhenj, për arsye se u mësoi njerëzve tjerë fejen. Si thon Ibn Mesudi edhe Ibn Kutayba. Umet është imam, është prisi, që u mëson njerëzve hajrin, u mëson njerëzve udhëzimin. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu njëherë kishte thënë për Muadh ibn Jabelin, Allahu e pas mëshiruar Muadhin, vërtet ka qenë umet i përullur për Allahut. I ka thënë dikush: O Ebu Abdurrahman, Allahu me këtë emërtim, umet, që ka qytë edhe Ibrahimin, e ka emërtur, thot Ibrahimin a.s. Ibn Mesudi ka thënë se umet është ai që u mëson njerëzve hajrin, u mëson njerëzve të mira. E ka thënë pejgamberi alayhis salam se Allahu i dërgon këtij umetin në 100 vjet, çdo 100 vjet ndonjë njeri i cili u ripërtrin njerëzve fen, u ripërtrin njerëzve besimin, e ripërtrin sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ata janë njerëzit, janë dietarët, janë ulemat me virtyte të mëdha që u mësojnë fen dhe sunetin njerëzimit edhe popullit. Allahu e gradoi Ibrahimin alayhis salam si imam, si prijës të gjithë që vinë pas, për shkak të sprovave që i ka pas, për shkak të sprovave që i ka kalu, dhe urdhave të Allahut që i ka respektu. Kur Allahu e provoi Ibrahimin me disa urdhërime, të cilat ai i plotësoi, Allahu i tha: unë ty do të bëj imam, do të bëj prijës të njerëzve. Po pasardhësit e mi pyeti, po për pasardhësit e mi pyet, Allahu tha: premtimi im nuk i përfshin të padrejtat. Allahu ka thënë: "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen." Ibrahimi nuk ka qenë idhujtar, nuk ka qenë jahudi, s'ka qenë as i krishtar, thot kana hanifan musliman. Ka qenë musliman i pastër, musliman i qeltër. Këtë lavdërojnë Ibrahimin alayhis salam, dhe këtë përkatësojnë se është i veti. Edhe krishtarët thonë për Ibrahimin alayhis salam se ky është i joni. Edhe jahudi thonë për Ibrahimin alayhis salam se ky është i joni. Këtë përkatësojnë tek Ibrahimi alayhis salam. Edhe na muslimanët e kena si pejgamber tonin Ibrahimin alayhis salam. Pra njëri prej pejgamberëve më të zgjedhur të Allahut është Ibrahimi alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam, për fund, pa mos e zgjat, Ibrahim alayhis salam ka qenë njeri i parë i cili është bërë sunet. Ibrahim alayhis salam ka qenë njeri i parë i cili është bërë sunet. Ka thënë pejgamberi alayhis salam në hadithin që e transmeton Abu Huraira, është bërë sunet Ibrahimi me sopat, kur ishte 80 vjeç. Ka qenë në moshë të thyer kur Allahu e ka urdhëruar Ibrahimin alayhis salam për mu bë sunet. Ibrahim alayhis salam është i pari i cili do të vishet në ditën e gjykimit. Dihet se njerëzit kur të ringjallën edhe kur të dalin para Allahut subhanahu wa taala, kanë më dal pa tesha, pa veshmbathje, do të dalin ashtu siç i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. E i pari i cili ka më vesh. Pasi njerëzit do të merren llogari, ka më qenë Ibrahimi alayhis salam. Pra ky njeri që ka vlerë shumë të madhe te Allahu subhanahu wa taala, ka merita të mëdha te Allahu subhanahu wa taala. Dhe me kaq, me këtë gjërat e përfundojnë ngjarjen e Ibrahimit alayhis salam, e këtij njeriu të madh, e këtij pejgamberit të madh, që
që na do të marrim mësim për ngjarjes dhe për historisë e Ibrahimit alayhis salam. Elusi Allahu në madhruar më na bëj sabërli si Ibrahimi alayhis salam, e të devotshëm si Ibrahimi alayhis salam, e këmbgulës si Ibrahimi alayhis salam. Elusi Allahu në madhruar më na fal me falën e tij të madhe, më na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Elusi Allahu në madhruar më na të bun xhenet çashtu që na ka të bun këtë vend. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.